65 vjeçari Gjergj Tusha, i cili u gjeti vdekur në brigjet e Lumit Mat pranë fshatit Plan të Lezhës, është dënuar dhe më pas dyshohet të jetë qelluar me armë zjarri. Trupi 65 vjeçarit po i nënshtrohet ekspertizës së specializuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë, por nga kçyrja paraprake bëhet me dije se në trupin e viktimës janë konstatuar shenja të shumta dhune dhe një plagë e cila mendohet të jetë shkaktuar nga përdorimi i armës së zjarrit. Ndërkohë, në lidhje me ngjarjen, policia në drejtimin e prokurorisë së Lezhës po vijon hetimet. Gjergj Tusha rezulton të jetë pajisur 3 herë me urdhër mbrojtje për shkak të problemeve me të birin, dhe nuk përjashtohet mundësia se kemi të bëjmë me një krim në familje, por kjo nuk është arritur të provohet ende. Që prej momentit të ngjarjes, policia ka shoqëruar dhe po merr në pyetje familjar të 65 vjeçarit, por edhe persona të tjerë të cilët mund të kenë ndjeni rreth krimit. Familja Tusha ishte me origjinë nga Bushkashi i Matit dhe prej vitesh jetoi në fshatin Plan të Lezhës, ndërsa viktima nuk njihet si person problematik apo me precedent penal. Ai merrej me bujqësi dhe blegtori, ndërsa prej mëngjesit të së premtes kishte humbur kontaktet me familjen. Ka qenë vajza e tij me inicialet AG, e cila rreth orës 14:40 minuta ka telefonuar sallën operative dhe blut u vun me një herë në lëvizje. Pas kërkimeve, rreth orës 17:30 minuta, 65 vjeçari u gjeti vdekur në breg të Lumit Mat me shenja dhune dhe plagë e cila dyshohet të jetë shkaktuar nga përdorimi i armës së zjarrit. Gjatë të gjithë natës dhe ditës së shtunë, policia po kreh zonën përreth në kërkim të ndonjë gjurme që mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes.